Çmimi i banesave në ndërtesat e reja në qendër të Shkupit ka arritur në 3.000 euro për metër katror. Rënje nuk pritet, përkundrazi do të ishin të lumtur që të paktën do të mbeteshin këto çmime. Këtë e theksua në emisionin Biznes 21 Ivan Zhivkovski, drejtori i Agjencisë për Kadastrin e Patunshmërive, dhe Frosina Ushlinovska, përfaqësuese e grupimit të patunshmërive pranodës ekonomike. Ata thonë se kërkesa e shtuar, spekulimet dhe mentaliteti se duhet patjetër të blihen banesa për fëmijët kanë ndikuar më së shumti në rritjen marramendëse të çmimeve, të cilat janë rritur të paktën 2 fish. Новите згради во општина Центар, како најатрактивна општина, меѓутоа не помалку атрактивна и општина Карпаш на територија на Скопје. Значи се движат од 2400-2500 па до некаде 3000, онаа сума која што имаме евидентирано 3100 и нешто. Побарувачката на недвижноста, односно културата на купување на недвижности во Македонија си го направи своето. А луѓето кои што побаруваат, односно ги продаваат недвижностите, од ракав си ги даваат цените, видоа дека тоа поминува и тоа не можеше никој да го сопре. Немавме начин и регулатира како да го сопреме. Sipas Ushlinovskës, është e nevojshme urgjentisht të miratohet një ligj për qarkullimin e patunshmërive, një regulativ që do ta rregullojë punën e gjithë aktorëve në treg, si dhe licencimin e agjensive të patunshmërive, të cilat janë mbi 200. Да се изчисти пазарот и тогаш кога мене ќе ме прашат по која цена да го нудам имотот, јас ќе бидам повикана да го правам тоа. Сега кога ќе ме прашат, јас не ме праша бидејќи имаш многу шарлатани во целава работа, прашај си ги нив, пошто таа бројка ќе ти биде многу позвучна, поубава отколку јас што ќе ти ја кажам. Të dy janë pesimist se do të bjerë çmimi i metrit katror të banesave. Ние би биле среќни и задоволни доколку застанат овие цени тука со некој благ пат во иднина и да се стабилизира пазарот на недвижности. Ќе се стабилизира или ако ќе оди по нека многу мало зголемување, практично со инфлацијата. Zhivkovski thotë se nevojitet reagimi përbashkët dhe masa nga disa institucione për të stabilizuar tregun e patunshmërive në vend. Të dhënat e kadastrës tregojnë se në qendër të Shkupit, në tremujorin e 3 të këtij viti, është shitur një banesë prej 91 metra shkatror për 280.000 euro ose mbi 3.000 euro për metër katror.